Ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashiku, i ashtu quajturi koalicioni Plas. PDK, LDK, AAK dhe Lista Srpska. Kosova si rrollher ka nevojë urgjente që të ketë institucione legale dhe legjitime të dalë nga vota e qytetarëve të Republikës Kosovës që e kanë shprehë dhe demonstruar me datën 9 shkurt. Funksion të kësaj ne vazhdimisht jemi shumë racional, edhe me mirësi po kërkojmë që thjesht ata të reflektojnë për shkak se konstituimi i kuvendit nuk është çështja e kompromisit ose një marrëveshje politike. Marrëveshja politike do të vije atëherë kur ne ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës të konstituuar. Në funksion të kësaj ne jemi të vetëdijshëm edhe për numrat, e shumë përfolur se cilët janë ata, por megjithatë edhe një herë po e përsëris. Gjithë ata që dëshirojnë që koalicioni vetëvendosje, guxo dhe alternativa të mos qeverisë me vendin, e që janë partitë aktuale opozitare, le të krijojnë këtë mundësi duke mundësuar votimin e kryetarit të kuvendit edhe të nënkryetarit. Çështja e dytë, unë besoj që edhe sot është përfaq para qytetarëve, para jush, që ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashiku, i ashtu quajturi koalicioni Plas. PDK, LDK, AAK dhe Lista Srpska. Ekziston ky koalicion. Kanë vështirësi sipas gjitha gjasave për me mujt me pa ose projektu veten si mandatar të qeverisë së ardhshme, por megjithatë kjo është përfaqën këtë seancë. Çështja tjetër, në vazhdim asaj që kolegja Zonja Kusari e potencoi, është shumë e qartë. Gjithë ata që pretendojnë që kjo seancë përbën thyre të rregullave të rregullores të kuvendit, edhe të gjykatës kushtetuese, ne nuk jemi ata që e bëjmë një interpretim të tillë, edhe nuk jemi autoriteti që vendos nëse ka ose nuk ka. Personalisht për bindjen time, mendoj që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 ka precizuar se shkelje kushtetuese është deputet të zgjedhur dhe të betuar, të cilët refuzojnë që të marrin pjesë në proces të votimit. Për mu personalisht, partitë opozitare, PDK, LDK, AAK dhe Lista Srpska, sot kanë bërë shkelje kushtetuese. Por sido që tjetë, me qenë se ne tash e kemi dhënë betimin dhe gjithë deputet janë deputet në kuptimin fuqi plot dhe të mandatit që ata posedojnë, le t'i drejtohen gjykatës kushtetuese dhe kjo mund të jetë njëra nga rrugë zgjedhjet për shumë alternativave tjera.